Sipas studiuesve arbëresh, miti origjinës pellazge është një shpikje e mjedisit arbëresh për t'u dalluar nga grekët. Kjo gjetje është shpalosur nga studiuesi arbëresh Matteo Mandala gjatë një konference të zhvilluar nga Universiteti Gjirokastrës në bashkëpunim me Universitetin e Palermos dhe Kalabris. Gjetja shpjegohet nga studiuesi si një mënyrë që arbëreshët të marrë në atë kohë si grek, për shkak të ndjekjes së ritit fetar ortodoks, kanë gjetur të shpikin mitin e pellazgëve. Këto 2 dekadat e fundit, duke rivitalizuar bibliotekat e 2 kolegjeve të famshme të ndodhura në Palermo dhe në Kalabri, që konsiston në thelbin që rilindja kombëtare shqiptare ka filluar një shekull më parë se sa e kemi menduar deri më sot. Sipas studiuesit tjetër, Francesco Altimari, rilindja kombëtare shqiptare ka filluar një shekull më parë se sa është menduar më sot. Kjo mbështetur në faktet e gjetura në bibliotekat e Palermos dhe Kalabris. Altimari shpreh bindjen se rilindja kombëtare shqiptare i ka fillesat përpara botimit të veprës së Jeronim Deradës dhe faza paraprake i ka fillesat në vatrat arsimore të Napolit, ku bëhej edhe takimi i arbëreshëve. Në këtë konferencë morën pjesë edhe akademik të trevave shqiptare.